Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shprehur shqetësim për ndryshimin thuajse të gjithë anëtarëve të komisioneve të qendrave të votimit në Dibër, vetëm pak orë para nisjes së procesit të votimit. KQZ tha se partitë politike para fillimit të shpërndarjes së bazës materiale nga KZAZ numër 19 për çdo qendër votimi, kanë kërkuar ndryshimin e anëtarësisë së 116 komisionerëve të qendrave të votimit nga 118 KQV në total. Sipas KQZ-s, ndryshimi i anëtarësisë së 98.3% të komisionerëve të qendrave të votimit bën që edhe ata pak komisionerë të trajnuar nga KQZ-ja të mos jenë pjesë e procesit zgjedhor. Në këto kushte, inspektorët e KQZ-s që ishin prezent pranë KZAZ-s numër 19 në Dibër, nisën të trajnojnë anëtarët e rinj para marrjes në dorëzim të bazës materiale zgjedhore. Ndërkohë, baza materiale u shpërnda në të gjitha qendrat e votimit dhe fillimisht procesi nisi me qendrat e largëta dhe gjithçka është gati për ditën e votimit. Ndërkohë, edhe policia e Dibrës njoftoi se punonjësit e policisë që do të ruajnë objektet zgjedhore kanë marrë instruksionet e duhura. Secili punonjës policie është njohur dhe ka firmosur për detyrat që ka në këtë fazë të procesit, si dhe shpajisur me dokumente identifikimi të veçantë të prodhuar në bashkëpunim me KQZ-n. Marrja në ruajtje e këtyre objekteve fillon në momentin e mbërritjes së materialeve zgjedhore. Ndërkohë, në drejtorinë e policisë vendore Dibër është ngritur grupi drejtimit për menaxhimin e procesit zgjedhor.